Drejtuesi i SPAK Altin Dumani në takimin me studentët në Universitetin e Qrem Qabej në Gjirokastër nënvizoi se SPAK është një shembull që tregon se ndryshimi është i mundur. Ai shtoi se ky institucion është ndërtuar nga prokuror dhe hetues shqiptar, njerëz të këtij vendi që kanë zgjedhur të punojnë me përkushtim larg çdo ndikimi. Një tjetër arritje e rëndësishme ka qenë goditja e grupeve të organizuara kriminale përmes hetimeve të ndërlikuara financiare dhe ndërkombëtare, duke përdorur mjete bashkëkohore hetimi, përfshirë ndjekjen e pasurive të përfituara në mënyrë të paligjshme, përmes vendimeve të gjykatës së posaçme dhe sekuestrimeve të mëdha të aseteve, përfshirë edhe kriptovalutat. SPAK-u ka fituar besimin e publikut, një ndër elementet më të rëndësishëm të funksionimit të drejtësisë. Unë besoj se çdo gjë nis nga mënyra individuale se si studiojmë, punojmë dhe sillemi në shoqëri. Arsimimi evropian nuk është thjesht marrje e njohurive të reja, por mbi të gjitha formimi qytetar, që na mëson të vlerësojmë respektin për ligjin, meritokracinë dhe transparencën. SPAK-u është një shembull që tregon se ndryshimi është i mundur. Ky institucion është ndërtuar nga prokuror dhe hetues shqiptar, njerëz të këtij vendi që kanë zgjedhur të punojnë me përkushtim larg çdo ndikimi. Altin Dumani foli edhe për Byron Kombëtare të Hetimit, duke treguar se në këtë strukturë punojnë ngushtësisht me prokurorët e posaçëm edhe 60 hetues. Në cilësinë e drejtuesit të strukturës së posaçme, unë përfaqësoj një institucion që të gjithë e njohin gjërësisht me akronimin e tij SPAK, i përbërë nga Prokuroria e Posaçme dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Kjo strukturë ka në qendër luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne jemi përpjekur të ndërtojmë një model të bazuar në profesionalizëm, integritet dhe transparencë. Në fillim në Prokurorinë e Posaçme ishim vetëm 8 prokurorë që vinin nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Vitin e kaluar, numri i prokurorëve u plotësua dhe sot jemi 20 prokurorë të posaçëm. Gjatë këtyre 6 viteve të para, jemi përpjekur që veç punës sone hetimore të ndihmojmë edhe në ngritjen dhe konsolidimin e institucionit. Byroja Kombëtare e Hetimit, pjesë e SPAK, është një strukturë e posaçme e specializuar e policisë gjyqësore që jeton veprat penale në jurisdiksionin penal të Prokurorisë së Posaçme. Deri tani ka 60 hetues që punojnë në këtë strukturë dhe ngushtësisht me prokurorët e posaçëm. Gjithashtu kemi edhe sektorin e hetuesve financiar me 12 hetues. Veprimtaria e SPAK-ut është vlerësuar në progres raportin e Komisionit Evropian për vitin 2024 për rezultatet në luftën kundër korrupsionit të zyrtarëve të lartë, krimit të organizuar dhe mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian. Në mbyllje të fjalës së tij, Altin Dumani ju dha një mesazh studentëve që puna, profesionalizmi dhe integriteti janë rruga e vetme drejt suksesit të qëndrueshëm.